Forcat e armatosura kanë marrë në dorëzim 40 mjetet e para taktike të prodhuara në Shqipëri sipas standardeve të NATO-s nga kompania Timak Defense. Sipas ministrit të mbrojtjes Ermal Nufi, këto mjete janë produkti i ligjit të ri për kajon dhe industrinë e mbrojtjes. Vendimet e marra nga NATO dhe rritja e investimeve në mbrojtje shoqërore me tjetër mesazh të rëndësishëm. Vendet aleate duhet të forcojnë bazën e industrisë së tyre vendase, të zhvillojnë teknologji, të krijojnë kapacitete prodhuese që i shërbejnë sigurisë kolektive. Si aleate e përgjithshme, Shqipëria është plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. Ky partneritet konkret midis KAJ dhe Timak ka lindur shoqërinë Timak Defense, e cila sot 3 muaj përpara afatit dorëzon 40 mjetet e para të prodhuara në Republikën e Shqipërisë. Janë 35 mjete të vogla 4+1 dhe janë 5 kamion veçkarkues, të cilët dorëzohen para afatit forcave të armatosura. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi pajisjen me këtë flotë si një moment me rëndësi për ushtrinë shqiptare. Kompania Kajo është një realitet i ri publik me 100% pjesëmarrje të shtetit, e cila është krijuar si epiqendër e të gjitha zhvillimeve të industrisë së re të mbrojtjes, me një parim themelor. Ne nuk jemi të prirur të blejmë nga jashtë asgjë që mund ta prodhojmë këtu. Sipas ministrisë, mjetet e prodhuara mund të konfigurohen për veprime luftarake, zbulim, komandim, kontroll, ndërlidhje, logjistikë dhe funksionet e tjera operacionale.